Një atentat me armë zjarri tronditi Tiranën. Pranë rreth rrotullimit të Shkozës u qellua me breshëri plumbash një automjet tip G-klas ku përpasoi mbetën të plagosur Arend Stafa 34 vjeç, Marko Bardhi Demiraj 17 vjeç, të cilët janë dëmtuar në dorë dhe në krah, Dior Demiraj 11 vjeç dhe Kian Mullaj 19 vjeç. Dy të fundit janë nënshtruar një ndërhyrje kirurgjikale tek Spitali i Traumës. 3 prej të lënduarve janë jashtë rrezikut për jetën, ndërsa i mituri 11 vjeçar paraqitet në gjendje më të rëndë. Makina ku udhëtonin të plagosurit është qelluar nga një tjetër automjet në lëvizje. Piknisja e të shtënave mësohet se ka qenë rreth rrotullimi i Shkozës, ndërsa autorët e kanë ndjekur objektivin për 2 kilometër me radhë deri në Lundër. Autorët mbeten të pa identifikuar, ndërsa policia ka ngritur pika kontrolli në pikat hyrëse dhe dalëse të Tiranës. Grupi hetimor dyshon se kemi të bëjmë me një atentat të mirë organizuar e mirë menduar, të cilët kanë ndjekur lëvizjet e 4 personave që ndodheshin në makinë dhe në hyrje të rreth rrotullimit të Shkozës, duke përfituar edhe nga errësira, kanë hapur zjarr. Automjeti G-klas ka arritur të manovrojë fillimisht pas të shtënave dhe është larguar me shpejtësi përgjatë segmentit të unazës së madhe. Për të shtënat duket se nuk kanë ndaluar. Për të shpëtuar plumbave, makina G-klas me 4 personat brenda pasi ka mbritur te rreth rrotullimi i tegut, është drejtuar për në Lundër. Nga këtu me një automjet tjetër, të plagosurit janë dërguar tek Spitali i Traumës.